arën politike tash të Blerimi pse ka vendosur me i. Blerimi nuk është i sprovun në politikë. Blerimi nuk ka bo gabim, Blerimi nuk ka bo faj ende si përfaqësues politik. Edhe na duhet me pa çysh performon si përfaqësues politik. Unë nuk më thonë dje duhet më fut në kuvend, sepse debati në kuvend duhet me kalu në një nivel tjetër. Dhe jo që kemi pa deri tash është pikërisht Blerimi, por edhe figura tjera që në për parti tjera se po shoh plot emra. Qysh shembull të LDK-s se më kalu. Unë me qenë votues i LDK-s, për me kam problem kanë lojë jashtë 10 në LDK, se listën e ka të zakonisht. S'ka diskutim, unë përshoj listë është. Lista çto më mendoj këtë se analizohet të gjitha listat kjo e LDK-s më ngjashë më shumë. Fani shpresh gjëna me lën shumë njerëz jashtë mos më votu. Pra LDK-ja ka edhe një 30% listën më të mirë krahasom me datën 9 shkurt. Listën e ka vërtet jashtëzakonisht. Në listat e tjera ka individ që ka këtu. Kështu që kur po them duhet me u pasuru kuvende me figura si Blerimi, është për shkak të këtij debati të mirëfill që i duhet kuvendit. Jo debat që shihemi mësunë në studio për performancë me bëu këtu, por debat direkt për ata që e prek jetën e qytetarit përmes propozimit të ligjeve, përmes propozimit të amendamenteve, përmes shtyrjes përpara të shumë prej veprimeve që na përmirësojnë neve jetën si qytetar e atyre si